Para se me dalte ndeshja që na pret sonte, sigurisht kemi zgjedhur që të flasim për një karakter interesant që tashmë e kemi në futbollin e Kosovës. Bëhet fjalë për portierin Rion Meha. Faleminderit shumë që je sonte me neve. Mirë se e gjeta. Mirëmbrëma. Shumë shpesh këtu në Kosovë kur folim për futbollista, zakonisht folim për futbollista ose portiera që dalin jashtë. Po, ka të tillë që vinë prej jashtit këtu. Je rasti konkret. Po, Kosova e ka një futboll shumë të mirë, edhe nuk ban me në vlerësu, për që ta ku marrë dhe unë këtë, me kallëzu veten edhe për të ardhmen me pos një karrierë shumë të sukseshme. Bravo. 17 vjeçar, por ke dalë shumë i ri nga Kosova. Në çfarë moshe jeni largur jo dhe familja prej Kosovës? Po, kena shku me 3 vjet, unë edhe familja jem, kena shku në Itali. Kena jetu në Itali për 6 vjet, pastaj kena shku në Gjermani me jetu, edhe tash unë jam kthy vet në Kosovë për me lu për Drenicën edhe çto. Familja jeton në Gjermani apo? Krejt familja jeton në Gjermani, unë jam vet këtë për karrierën time. Absolut. Tregom me futbollin, më saktësisht e ke filluar në Itali, në grup mosha 3 apo në Xhamatulta? Po. Ja kom fillu në Itali, si fëmijë vogël gjithë kom dosht futbollin. Ja kena fillu unë edhe një vëllai jam i Binak. Njëjtë kompletin ja? Po. Ja kena fillu bashk në Itali me lu. Edhe çështë dytë bashkë kena dosht shumë futbollin, kena pas shumë kënaqësi të mëdha me lu futbollin. Ja kena fillu veç për kënaqësi, ëndra e çdo fëmijë është më bon një ditë një futbollist i madh me lu në Champions League, me lu për kombëtaren. Po si fëmijë vogël halon nuk mendon për ato sene, ma shumë për mu knaq. Tani mas jena pas shku në Gjermani, ja kena fillu edhe atja ja kena fillu futbollit ma shumë niveli ma tulta. Po, për knaqësi edhe për me shoqëni, me kalu kohën. Edhe tani çështë të zhvillu edhe si lejtar edhe si personalitet, tani u ngrit niveli edhe çështë. Tregom, kur ke fillu karrierën, a ke fillu me të parën si portier apo ke luajtur pozitë tjetër para se me dalë te portieri? Po, unë gjithë kom startu si portier, vetë kom pos karakterin, personalitetin tem, mu ka përshtat ma shumë të për portier, edhe kom dosht si pozitë. Prandaj kom vazhdu si portier, pe lojë sportse kom startu si i vogël, mos ju kom do portierit. A ke pas edhe një kon familje që ke marrë si shembull apo ka qenë thjesht zgjedhje e jotja? Jo, zgjedhja jamja dhe e kom po shumë Gianluigi Buffon të lu, më ka pëlqyer edhe ai shumë. Prandaj tani ja kom nisë edhe vet si portier. Po interesant fakti që ti luan portier, vllau jot Pinjak luan sulm. Po. Kjo pozita krejt ndryshme. A keni luajtur njëjtën ekip? Po, gjithë kena luajtur njëjtën ekip derisa na kanë do udh para 2 vjete, tani ku unë fillova me lu për akademinë e FC Ingolstadtit. Tani çatë na kanë do udh. Qysh erdh puna me nënshkru me akademinë e Ingolstadtit? Ju kanë vrejt ata, ju kanë kërku? Po, ka pas shumë scout atje se kanë këshirë për një portier, se ju ka vy FC Ingolstadtit, edhe unë e kum lu gjithë me grup musha me mush më të madhe se unë, edhe tani kena pas kundërshtar si Ingolstadtin, edhe unë si Majeri, kum lu me 2 vjet më të mëdhej se unë, edhe tani qatë lujën se kena lu kundër Ingolstadtit, kom performu shumë mirë, edhe si lejtar Majeri, ju kom pëlqy shumë, tani më kanë marrë edhe na për prova, edhe ku mujt me kallëzu vetën pozitiv, edhe tani kanë vendus më marrë. Fantastike. E aty ke kalu grup moshat deri te 19-shat? Po. Piu 16? Po. Deri te 19. Qysh ka qenë si përvojë për ty? Shumë përvojë fantastike, u konë një akademi shumë e mirë, zhvillimi lejtarëve shumë, u konë në vend shumë të lartë, e kena pas konkurrencën e mirë, zhvillimi u konë i mirë,
Në qatë periudhën sa ke lujt për këto grup mosha të rejat, ka ramu ballafaqohet me një futbollist që sot po i bën xhiro nëpër Evropë me gola në Champions League, Bundesliga. Po flasim për Lennart Karl. Po, Lennart Karlin e kena pas gjithë me një ligë Ingolstati, ai ka luajtur për Bayernin, grupin mosha të reja, na e kena pas gjithë me një grup, me një ligë, edhe unë ka rrë shpesh me luajtur kundër tina, ai kanë gjej atje në Gjermani si një super talent i madh, edhe e meriton edhe ai ku që të për momentin se gjithë kanë gjej si lejtor fantastik. A është vërejt për qasoj moshe që ka diçka pak ma shumë material? Po, ai gjithë ku kanë him fush e ka kallëzu veten shumë si lejtor i veçantë, ai si edhe prom që është njëjtin stil ka pisi u kanë i vogël. A keni pas kontakt gjatë asoj periudhe sa jeni ballafaqu, besoj keni fol me njëri tjetrin? Po, gjithë kena pas një farë lloj si rivaliteti, se na ka roma shpesh me lu kundër pe U16 deri te U19 çat, jena kon si kundërshtar, edhe kena pas një farë si lloj rivaliteti, unë me mbrojt góllat, ai normal me shënu, edhe ç'është. E ke bo edhe një hap tjetër derisa ke debutuar edhe me kombëtarën U17 Kosovës. Po, një ndjenjë shumë e mirë, shumë e papërshkrueshme me një krenari shumë e madhe për me lu për kombëtaren, se çdo lejtar si futbollist e ka ëndër për me lu për kombëtaren. Jam shumë falenderues se unë kam pasat shans për me debutu për U17 e Kosovës. U ka një eksperiencë shumë e mirë për kualifikimet e Europianit si kena pas në Belgjik. Besoj është moment që nuk harrohet. Nuk harrohet kërë, normal. Cilat janë planet e tua? Aktualisht jete skuadra e Drenicës, ka ardhur me marrë përvojën e ekipës parë, me qenë pjesë e Superligës, çu shka ecë punë deri tash? Shumë mirë, jam falenderues për stafit teknik edhe stafin e trajnerave, për profes Bilbil Sukullit se kanë atë besim të one, se ma jopin mundësinë me kanë pjesë e ekipit parë Drenicës. Unë e këshyri me zhvillu si lejtar, si personalitet, me punu me ekip të parë, edhe pres shansën me dëpëtu edhe për Drenicën të ekipit parë, edhe tani me këshyri të ardhmen sa ma mirë, sa ma shumë me lu, edhe me pos një të ardhme sa ma të mirë. Shihet nga qasja drejtues të ri të skuadrës së Drenicës, e kanë një farë lidhje me futbollin gjerman, po shihet që është synimi i tyre me marr grup mosha të reja në zhvillim më pas me tentu me kërku të ardhmen jashtë. Po, privatizimi i klubit ka lushin shumë një rol të madh, se që shpëdhu edhe te kena tashtjoni si lejtar i ri, kam shumë perspektive të madhe për të ardhmen, për me këshyr me dëpërtu sa ma letë këto ligat e europiane. Unë të falenderoj shumë që ke gjetë kohë me qanë sonte me neve dhe me dëgjues të Radio Lugazinit, me kuptu ma shumë profilin e një portieri si që jete, dhe të rojmë shumë fat në tarme. Faleminderit shumë. Ishte knatësi.